Dojmë në këto momente në podium kreun e departamentit Brain Gay në Partinë Demokratike, Zotin Tedi Kopniku. Të dashtun njerëz lirë të vendit, Zoti i nderuar Zoti Berisha, të nderuar përfaqësues partive opozitare, zonja dhe zotni. Është neri madh për me fol para gjithë këtyre njerëzve. Mitana, sepse është pjesa më e shnetshme e shoqënisë. Përpara atyne që nuk dorëzuan lirinë për asnjë lloj çmimit, përpara atyne që qëndruan dhe nuk u nënshtruan. Një thirrje kam për burrat e gratë ndershëm këtij vendit. Unë di që Shqipnia është e Gjergj Kastriotit, e Nan Terez, është Shqipnia e Ismail Qemalit, e Mithat Frashit, e Ahmet Zogut, është Shqipnia e Gjergj Fisht, Hafzin Els, e Musine Kokalarit dhe Jub Kazazit. Si mundën burrat e Shqipnisë mos më reagu kur shohin që Shqipnia është në dorë ekskluzivisht të Taulant Balc edhe të Ergy Sagasit? Si mundën zonjat e ndershme këtij vendit mos më reagu kur shohin që Shqipnia është në dorën e Belinda Ballukut dhe të Eliza Spiropalit? Historia e këtij vendit është akoma pa shkruar. Kjo çmendori shumë shpejt ka me marr fund. E kur regjimi shemet, historia ka me ju gjyku, sidomos ju intelektual të heshtën në këtij vendit. Boshllëku që ju keni lanë, mushet çdo natë nga pseudo-intelektual si puna e Toni Gogu, Idajet Beqiri, që na mushin mendën se ne jena mirë, jena shumë mirë. E kur nuk ja dalin dot në ngradën tuaj intelektualit të lëshuar me qira, i thonë që është edhe më keq nëse vjen Partia Demokratike në pushtet. Në emrin tuaj thonë që jena njësoj me ta. Si mundena me kenë njësoj ne që fut me bandat në burg, bandat e 97, me ata që i futen në parlament dhe e drejtojnë shtetin me ta? Si mundena me kenë njësoj ne që lidh me çdo shqiptar, çdo fshat, çdo komunë, çdo qytet, me rrugë, lidh me çdo shqiptar këtij vendit me shërbimin shëndetësor, me arsimin dhe i dha me mundësinë për zhvillim ekonomik? Si mundena me kenë njësoj ne me ata që dëbunen 1.1 milion shqiptar? Si doja shpjegoni pasardhësve tuaj të nderuar intelektual këtë heshtje dhe këtë dakordsi me një band e cila tentoi me zhbash Shqipërinë? Ne kena arrit në pikën më të ulët të përgjegjshmërisë të shtetarëve tonë. Asnjë llogarilanie. Dje në kohën e Zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike ishte akti më normal, dorëheqja vetëm nëse një ministër u dyshote që kishte pas shkelje. Sot ne kena hajdut nga më të jashtëzakonshmit. Tu fillu tek kryetari i Bashkisë Shkodrës, i cili si i pa shkollë kërkohte 300.000 euro, ndërkohë që studentat e Harvardit merrshin 500.000 euro. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministra e superbuxheteve, që brenda natë villte 50 milion euro. Të gjithë vazhdojnë detyrën, vazhdojnë punën, madje edhe në remote, si Linda e Akshit që punën e bën nga shtëpia, sepse është në rreth shtëpie. Kjo marrëzi ka me marr fund se s'ban një ditë. E ky fund ka me ardh vetëm nëse ne i bëjmë pyetjen vetit cila është përgjegjësia jonë. Secili ka pjesën e tij në misionin historik për kërzimin e kësaj qeverie antishqiptare. Nuk duhet presim me noll diçka e madhe. Ndryshimi ka me noll vetëm si bashkim i sakrificave dhe i veprimeve secilit prej nesh. Nuk do të vijë as nga ndërkombëtarët, nuk do të vijë as nga drejtësia, por nga njerëzit e lirë të këtij vendit, do të vijë nga ti demokrat. Që regjimit mundet fillimisht ne duhet me pas bindjen e plotë që ata thehen. Regjimi e din këtë punë. Dhe për këtë arsye ka frikë sa herë që ne mbledhna, sa herë që ne reagojmë. Ata janë munduar në 12 vite me na përçmu, me na ul, me na përqesh. Regjimi me gjithë makinerinë e tij të propagandës bën çmosin e zhvlerësuar rezistencën tonë. Por mbeso, ditën kur historia shkruhet vërtet, qendresa jonë ka mu majt mend gjatë në histori, do të shkruhet me shkronja të arta dhe ajo ditë nuk është larg. Mos harroni çka kena kaluar në gjithë këto vite, sidomos vitet e fundit. Kishim përballë gjithë botën në kuptimin e mirë të fjalës. Kishim përballë gjithkend dhe na përqeshnin se si ne guxoshim me fol për demokracinë në ditë më të vështira të Shqipërisë. Prej 2500 vitesh ne historia na tregon të kundërtën. Perikliu në Athinën e lashtë ishte i rrethuar nga jashtë me armiqtë e saj dhe brenda saj i dënuar nga mortaja për më u zhduk jo vetëm politikisht, por edhe fizikisht.
Dhe gjene që banë Perikliun, ditë e fundit tia, manë fjalimin e famshëm demokracisë që sot ka ulltu në shekuj. Dhe të njëjtë në gjatë Partia Demokratike e ka bë, duke i dhanë shemull jo vetëm Shqipënisë, por gjithë botës se si rezistohet përballë diktaturave. Sot Shqipënia ka opozit dhe opozita është në kam falë Partisë Demokratike. Si çdo autokrat, edhe Rama kamera, mint e regjimit do të braktisin anijen të partë. Dhe drita ka me lindë prapë për Shqipnin. Dhe rrezja e parë që do të binë me fytyrat e qendrëstarëve që e mbrojtën Shqipnin nga zhbamja. Ajo dritë kamera mi ato që mbrojtën demokracinë, mbrojtën drejtat, lirit e shqiptarëve, kur tjerë zgjellën komoditetin, zgjellën largimin dhe dorëzimin e Shqipnisë te kjo bandë kriminale. Do vi dita e njerëzit kanë me ju ndëru për atë që jeni, për shërbimin që i keni bë këtij vendit. Do ju ndërojnë për mbrojtjen që i keni bë demokracisë, lirive dhe drejtave tona. Derisa ajo ditë vinë, na duhet më shtrëngu dhamë, por dijeni që kurrë ajo ditë s'ka kanë kaq afër. Për ta përmbyll, narkoshteti i pranum tashma edhe nga këta analistë që përmend me këtu, nuk është problem vetëm i opozitës shqiptare, është problem i Shqipënisë. Shpopullimi nuk është problem vetëm i Partisë Demokratike, por është rrezik kombëtar. Dhënia e Shqipënisë hajdutëve strategjik e krimit të organizuar nuk është problem vetëm i Sali Berishës, por është i çdo shqiptari që ka vendosur me ndërtu të ardhmen në këtë vend. Thirrja jeme është për këto që ndëgjon dhe shef. Bashkohuni me strukturat e Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare. Kontriboni që ta fitojmë luftën tonë. Fitoria i takon atyre që luftojnë, që protestojnë, që reagojnë dhe rezistojnë. Luftojmë regjimin kudo që ndodhet derisa të arrijmë zemrën e çdo shqiptarit. Të besojmë të forca jonë, të besojmë të njëri tjetrin dhe të organizohena si njerëz të bashkuar dhe jo si individ të izoluar të përsham. Dhe e sigurt që fitoria është e jona, sepse fitoria i takon vetëm atyre që guxojnë dhe asnjë shesh nuk ka pas më shumë guximtar se sa sonte. Rrof Partia Demokratike, rrofshin shqiptarët e lirë, rrof Shqipënia me shqiptar. 7 rezoluta janë miratuar kundër Ramës dhe keqeverisës së tij. Në to flitet për narkoshtetin, për kapjen e shtetit, për vijën ndarëse mes partisë dhe